Përshëndetje, mirë se vini, jemi së bashku në këtë edicion informativ, kundër të tjera do të ndiqni. Vrasje në Tiranë, sulm me thik gjatë një sherrri në lokal, vdes 32 vjeçari. Opozita sot në protest, policia nuk marrin përsi për zhvillimin e tubimit, masa për sigurinë e institucioneve dhe qytetarëve. Vendi ndodhet në një pikë vërtet kritike. Ambasadori i BE-s Silvio Gonzato ka deklaruar në një intervistë se sulmet në ISPAK duhet të ndalojnë. Kompania Kajo po grabit pronat në Kodër Babru. Partia Demokratike fabrik municionesh pranë banesave. Mbarova ditët e qëndrimit në qeli, apeli GKK-s rrëzon kërkesën e Jurgis Qyrbjes për lirimin nga burgu. Rjeti investigativ Birn shkruan se numri i lartë i kryebashkiakëve në akuzë ka ekspozuar degradimin e pushtetit vendor. Presidenti Donald Trump premton publikimin e dosjeve për alienët dhe UFO-t, pasi sipas tij kanë interes të lartë publik. Një 31 vjeçar është vrarë me thik pas ditën e sotme në rrugën Kongresi i Lushnjës në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur pas një konflikti në një lokal mes disa të rinjve. Lidhem tani me kolegen Gjensila Kodra për më shumë informacione rreth kësaj ngjarje të rënd. Gjensila, përshëndetje. Të përshëndesina. Në fakt janë dy ngjarje të ndryshme, por që një është një i vrarë dhe një tjetër i plagosur, thuajse në zonën e Ishparkut, e konkretisht në zonën pra në një nga zonat e Tiranës është identifikuar si Egli Pashollari, një 32 vjeçar i cili në rrugën Kongresi i Lushnjës ka mbetur i vrarë me një mjet prerës, dyshohet sik nga një konflikt i nisur në një ambient lokali në afërsi të kësaj zone, ku përpasoj 32 vjeçari ka ndëruar jetë më njëherë sapo është dërguar në spital. Duke ju referuar edhe burimeve nga grupi hetimor, bëhet me dijes se kanë qenë disa persona të cilët ndodheshin në një lokal të zonës dhe me njëherë në fakt pas një sherrri të nisur mes tyre është qelluar me një terës 32 vjeçari identifikuar nga ana e policisë si Egli Pashollari. Duke ju referuar edhe burimeve nga grupi hetimor, sapo më konfirmojnë fakt se autori dyshuar i kësaj ngjarje është identifikuar nga ana e policisë dhe është pallur tashmë në kërkim, ndërsa të vetmit persona që janë shoqëruar nga ana e grupit hetimor, të paktën deri në këto momente, janë kryesisht dëshmitar okular apo persona të cilët kanë qenë pjesë e grupit të rinjve. Ndërkohë nga ana tjetër, por verifikohen ashtu nëse mes të rinjve ka pasur konflikte të mëparshme apo jo, por nga të vonat që kanë mundur të sigurojnë efektivët e policisë dhe grupi hetimor, të paktën deri në këtë fazë verifikimi apo deri në këtë fazë të cilët janë në hetimet paraprake, ka dyshime se bëhet fjalë për një konflikti qastit dhe i momentit për motive të dobta. Por ajo që dihet është se 32 vjeçari ka mbetur i vrarë pra me thik, me mjet prerës, me njëherë si pasojë plagëve të marra, pra me njëherë sapo ka mbërritur në spitalin e traumës. Mirë, faleminderit Gjensila për detajet që përcolla. Në fakt Ina, ajo që doja të konfirmoja është se duke referuar edhe burimeve nga grupi hetimor, për ngjarjen e dytë që ka ndodhur brenda pak minutave të dyja këtë ngjarje në zonën e njohur si Ishparku i autobusave, personi i cili dyshohet të ketë mbetur i plagosur me armë zjarri ka marrë një plag në bark. Ndërkohë nga ana tjetër nuk janë sqaruar akoma rrethanat e kësaj ngjarje, nëse kemi të bëjmë me konflikt të qastit apo me një konflikt të mëparshëm dhe nëse është identifikuar apo jo autori i kësaj ngjarje, por nga të dhënat që policia ka siguruar deri në këtë moment kemi të bëjmë me dyshimet për një person që është plagosur me armë zjarri në bark. Dakor, mirë, nëse do të kesh detajet e tjera rreth ngjarjes tjetër të ndodhur vetëm pak minuta më parë, sigurisht mund të kërkosh linjën. Faleminderit. Sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit, opozita do të zhvillojë një protestë kombëtare që e cilëson një përballje të fortë me korrupsionin dhe arrogancën e pushtetit. Protesta e sotme mbahet në ditën simbol të rrëzimit të shtatores së diktatorit Enver Hoxha në 20 shkurt të 1991-shit. Shkojmë tani drejt për së drejti me kolegon Osman Stafa, i cili do të mund të ndjek nga afër këtë protestë, po ashtu ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Osman, përshëndetje.
Duket një atmosferë e qetë, kur në ndajnë ndoshta në më pak minuta se sa 2 orë nga orari zyrtar i protestës së lajmëruar. Çfarë mund të thuhet për këtë të sotmen? Të përshëndesin, atëherë është protesta e tretë që vjen në vitin 2026, pas asaj 24 janarit, 10 shkurtit dhe kjo e 20 shkurtit ndjes, e cila lidhet me 20 shkurtin e vitit 1991 me rrëzimin e shtatores së diktatorit Enver Hoxha. Pra, zgjedhja e opozitarëve Partisë Demokratike kësaj proteste patjetër që nuk është rastësore, duke qenë se vetë kreu i kësaj force politike, Sali Berisha, ka argumentuar dhe ka deklaruar publikisht se në këtë ditë pra që shqiptarët e kanë në kujtesën e tyre, ku kanë rrëzuar shtatoren e një diktatori, do të mblidhen sot përpara kryeministrisë për të rrëzuar një tjetër diktator. Janë shprehur ata atë qeverisjen e kryeministrit Edi Rama, apo duke cilësuar atë si kreun e një narko shteti. Kjo të paktën sa i takon retorikës publike dhe politike të përdorur nga opozita. Ndërkohë nga ana tjetër do duhet theksuar se është një protestë e cila do ngjaj fillimi atyre të kaluara, protestave të kaluara, duke qenë se do të ketë fjalime dhe do të jenë rreth 5-6 fjalime, ku do të përfundoj me fjalimin e kreut Partisë Demokratike Sali Berisha, e mandej nis edhe protesta, le të themi ajo revolta që konsideron Partia Demokratike. Nuk e dim se si do të veprohet ditën e sotme, është zgjedhur këtë herë ora 18 për të respektuar edhe iftarin e besimtarëve musliman, pra duke i lënë atyre kohë, duke qenë se protestat e kaluara kanë qenë në orën të thirrura, në orën 17:00 dhe këtë herë ka pasur pra një orë pra në orën 18, duke qenë se është kërkuar të mirëkuptohej edhe çështja që lidhet me besimin. Ndërkohë nga ana tjetër do duhet të theksuar se policia e shtetit ka marrë masa të konsiderueshme, madje ndryshe nga herët e tjera, këtë herë janë vendosur hekra metalik edhe tek hyrja e kuvendit të Shqipërisë. Nuk ka pasur në protestat e kaluara, por këtë herë është vendosur kjo formë organizimi nga policia e shtetit. Pra mbetet e paqartë mënyra se si do të realizohet ditën e sotme protesta e Partisë Demokratike, pra do të nisë kryeministria, a do të shpërndahet këtë herë, a do të qëndrojë gjatë gjithë kohës te kryeministria, a do të shkojë te kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Pra këto janë pyetje të cilat nuk marrin dot përgjigje sako pra Partia Demokratike ka qenë hermetike me informacionet në lidhje me protestën e organizuar, por sa i takon retorikës publike të përdorur edhe nga vetë kreu i Partisë Demokratike, kjo e sotmja mund të konsiderohet një protestë e fortë, të paktën në terma të tjerë. Ndërkohë do të mbetet për të parë se si do të reagojë policia e shtetit, si do të funksionojë, si do të realizohet. Protestë me një qëndrim më të gjatë se sa protestat e kaluara nga ana e qytetarëve, eksponentëve të Partisë Demokratike në raport në marrëdhënie me policinë. Çfarë nuk kupton protestë e fortë? Kjo mbetet ende, pra do të ketë Partia Demokratike pra të zgjedhë të qëndrojë apo jo në shesh, kjo mbetet ende e paqartë. Ajo çfarë dihet është se në një prej protestave Partia Demokratike do të zgjedhë të qëndrojë në shesh për të vijuar ato që konsideron protesta të qëndrueshme dhe të përditshme. Nuk dihet ende forma se cila do të jetë dhe cilën do të zgjedhin demokratët, por dihet që pas një proteste kombëtare ata do të vendosin të qëndrojnë në shesh për të nisur një protestë themi të përditshme. Kjo është folur, por nuk e dim nëse do të jetë pas protestës ditës së sotme, pas protestës një ditë tjetër. Kjo mbetet për tu parë në ditët në vijim, të paktën sa i takon protestave që pretendon se do të zhvilloj Partia Demokratike. Pritet që krerët më të lartë Partisë Demokratike të vinë në selin blu dhe mandej rreth orës 18 ata do të dalin nga selia për të bashkuar dhe protestuesve tjerë që do të vendosen përpara kryeministrisë. Mirë, Osman, shumë faleminderit për këtë lidhje të parë së bashku drejt për së drejti. Do të kemi të tjera, besoj, edhe në nisjet protestës dhe do të ndjekim hapas hapi se çfarë do të ndodhë me protestën e ditës së sotme. Ishim me kolegun Osman Stafa. Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërthirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e opozitës, qëllimi së cilës sipas tij është dhënia fund e regjimit Edi Ramës. Berisha ka kërkuar nga prokuroria të bllokojë pasaportat e të gjithë zyrtarëve që kanë dosje në SPAK. 20 shkurti i vitit 2021
solli pranverën e demokracisë. 20 shkurti i 2026-ës do të sjellë pranverën e re, do të sjellë përmbysjen e hajdutit më të keq, më të pamëshirë që shqiptarët kanë njohur në tërë historinë e tyre. Të bashkohemi të gjithë kundër kësaj të keqje, i bëj thirrje organit të akuzës të bllokoj provizorisht të gjithë pasaportat e zyrtarëve që kanë dosjen skap, pa përjashtim, sepse largimi absolutisht kudo që shkojnë do t'i gjejnë. Por është një akt shumë i turpshëm. Policia e Tiranës deklaron se nuk merr përsipër sigurinë e tubimit të opozitës. Policia paralajmëron se për çdo akt dhune gjatë protestës përgjegjës do të jenë organizatorët, ndërsa thekson se masat e rendit do të merren vetëm për të mbrojtur publikun dhe institucionet. Ministra e Brendshme Albana Koçiu tha se po zhvillohen hetime për përdorimin e gazit të skaduar. Policia e Tiranës deklaron se nuk do të marrë përsipër sigurinë e tubimit të sotëm të opozitës, duke lënë të kuptohet se për çdo akt dhune që mund të shënohet gjatë protestës, përgjegjës do të jenë organizatorët e saj, bazuar në analizën e riskut dhe duke marrë parasysh faktin që në protestën e kaluar ka patur shtetas të maskuar të cilët kanë hedhur bomba molotov dhe lëndë piroteknike duke dëmtuar punonjës policie, si dhe nga informacionet e marra se mund të ketë veprime të dhunshme. Në protestën e sotme, Policia e Tiranës i ka kthyer përgjigje subjektit politik se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit, njoftoi policia. Edhe Ministria e Brendshme Albana Koçiu konfirmoi të njëjtin qëndrim duke theksuar se policia nuk e aprovon protestën e dhunshme, por nëse ajo zhvillohet, është e detyruar të marrë masa. Patjetër policia e shtetit është aty për të siguruar rendin edhe për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, e ka detyrë funksionale ta kryejë këtë në çdo rast. Nuk ka dhënë leje për ushtrimin e protestës. Policia nuk jep leje. Po patjetër ka një kërkesë që i drejtohet policisë shtetit për jo leje. Po. Vjet dieni raportohet që duhet merrni por leje. Atëherë nëse është bërë dieni, policia e shtetit i ka kthyer një përgjigje dhe i thotë që nuk merr përsipër për ta kryer për të siguruar protestën. Ministrja u pyet nga News 24 edhe për përdorimin e gazit lotësjellës të skaduar. Kam urdhëruar të kryhet një hetim nga struktura e policisë dhe nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore sa i përket përdorimit ose jo të një bombule gazi të skaduar. Hetimet po vazhdojnë në përfundim, do dalim me një konkluzion. Gjatë protestës së opozitës me datë 10 shkurt nga hedhja e molotovëve, u lënduan disa punonjës policie, ndërsa opozita akuzoi policin për veprime të dhunshme ndaj protestuesve. Në një intervistë për Deutsche Welle, ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato ka vlerësuar punën e SPAK në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërsa theksoi se qeveria duhet marrë masa konkrete për parandalimin e korrupsionit, jo vetëm të miratoj strategji. Ai tha se Brukseli po ndjek nga afër ndryshimet ligjore të kërkuara nga Partia Socialiste që synojnë kufizimin e pezullimit nga detyra gjatë një hetimi penal. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato deklaroi se vendet anëtare vlerësojnë dhe mbështesin punën e bërë nga prokuroria e posaçme në luftën kundër krimit organizuar në goditjen e bandave kriminale që veprojnë jo vetëm në Shqipëri, por edhe në disa vende anëtare të bllokut. Sipas tij, puna e SPAK në bashkëpunim me Europol dhe Eurojust për gjurmimin e këtyre bandave dhe aktivitetin e tyre shihet me rëndësi, pasi është shqetësim në rritje në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ka ndikim në sigurinë e disa qyteteve në Europën Veriore. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është një nga elementët kyç për vlerësimin e gatishmërisë së Shqipërisë për të bashkuar me Bashkimin Evropian. Ne shohim SPAK-un si një institucion që luan rol themelor në këtë drejtim, në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër pandëshkueshmërisë në nivel politik, dhe nuk shohim asnjë pengesë për thirrjen dhe hetimin e politikanëve të rangut të lartë. Mendoj se ky është një element i rëndësishëm për vlerësimin e gatishmërisë së Shqipërisë. Por diplomati i Bashkimit Evropian e vë theksin se qeveria duhet të bëjë më shumë për anën parandaluese kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, jo vetëm të miratoj strategji, por të zbatoj masa konkrete. Sa i takon nismës së fundit të magjorantës për të ndryshuar kodin e procedurës penale, që kufizon pezullimin nga detyra për zyrtarët publik, Gonzato thotë se po ndjekin nga afër procesin.
Sepse çdo gjë që lidhet me sundimin e ligjit dhe administrimin e drejtësisë është diçka që ne ndjekim nga afër dhe e vlerësojmë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet kandidate. Sistemi i drejtësisë është në zemër të punës dhe kërkesave të një vendi në kontekstin e negociatave të antarësimit. Pra, ne presim që çdo nismë legjislative të jetë në përputhje me angazhimet e përgjithshme të qeverisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, dhe ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër se si ndikon kjo në këtë element. Ai thotë se Bashkimi Evropian në raportet vjetore ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për sulmet e politikës ndaj gjyqësorit. Gjyqësori dhe sistemi gjyqësor janë bërë më të qëndrueshëm ndaj këtyre sulmeve, edhe sepse është një sistem i pavarur. Por megjithatë, mendojmë se këto sulme nga politikanët dhe ndërhyrja politike janë diçka që e shohim me shqetësim. Është diçka që nuk duhet vazhdojë. I pyetur lidhur me fondet i parë të Bashkimit Evropian, ambasadori Gonzato thotë se Brukseli dhe qeveria shqiptare janë në fazë negociuese për japjen e tyre. Sepse Bashkimi Evropian është i vendosur të vazhdojë të ndihmojë fermerët shqiptar, por ne nuk mund ta bëjmë këtë sepse nuk kemi gjithë garancitë e mjaftueshme se parat po menaxhohen siç duhet, dhe presim që qeveria shqiptare ta marrë seriozisht këtë. Pra topi tani është ende në fushën e qeverisë shqiptare për të vlerësuar këtë raport auditimi dhe për të siguruar Brukselin se masat që kanë marrë janë të mjaftueshme që ne të rifillojmë ndihmën financiare në kuadër të IPARD-it. Ambasada amerikane në Tiranë ka shpërndarë një mesazh të shefit të diplomacisë amerikane Marco Rubio. Sipas mesazhit, sekretari amerikan i shtetit thotë se do t'i heqë vizën çdo vizitori që përbën kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara apo edhe politikën e jashtme. Nëse unë identifikoj një vizitor në vendin ton, prania e secilit përbën kërcënim për politikën ton të jashtme dhe sigurinë kombëtare, ne do t'ia heqim vizën, thuhet në mesazhin e Rubios. Kryeministri Edi Rama gjatë qëndrimit në Washington ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga Atlantic Council, një nga organizatat më të rëndësishme të politikave strategjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kreu i qeverisë shqiptare në një postim në rrjetet sociale shpreh se gjatë takimit ka patur një interes të lartë për Shqipërinë, profilin e saj të ri ndërkombëtar. Gjithashtu interes gjatë takimit ka patur edhe mbi pikpamjet e Shqipërisë mbi bordin e paqes, konfliktet të hapura, si dhe rrugën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama ishte në Washington pasi mori pjesë në mbledhjen inauguruese të bordit të paqes, një iniciativë kjo e presidentit amerikan Donald Trump. Rama përfaqësoi Shqipërinë si vëndantar i bordit të paqes. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Kthehemi së bashku. Parlamenti ka votuar në orët e para të mëngjesit të sotëm pas një seance maraton ligjin e ri për shërbimin diplomatik. Ndryshimet ligjore për punën e Akshit, si dhe u zgjodhen me votat e majorancës 4 antarët e rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, mes tyre ish kryetaria e gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj. Ndërkohë, 6 nisma të ndryshme ligjore të deputetëve të opozitës u rrëzuan gjatë votimit në parim. Në një seancë maraton që zgjati 18 orë në Kuvend u miratuan një sër projekt ligjesh dhe disa projekt vendime. Me votat e majorancës u zgjodhën 4 antarët e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Selami Xhepa, Ervin Mete, Jonida Prifti dhe Holta Zaçaj, ish kryetare e gjykatës kushtetuese. Ndërkohë projekt vendimi për zgjedhjen e Matilda Sheut u shtyp për votim në një seancë tjetër plenare, me kërkesë të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla. Me 75 vota pro votua ligji i ri për shërbimin e jashtëm, që parashikon edhe testimin e diplomatëve brenda 12 muajve pas hyrjes në fuqi të tij. Opozita e votoi kundër projekt ligjin, ndërsa deputeti Redi Muçi i Lëvizjes Bashk abstenoi. Gjithashtu miratua dhe ligji ndryshuar për funksionimin e Akshit, i cili u miratua me 74 vota pro dhe 16 kundër. Sipas ligjit të ri, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit nuk do të zhvillojë më tendera. Prokurimet publike propozohet të realizohen nga operatori i blerjeve të përqendruara. Ligji lejon që Akshi të krijojë shoqëri aksionere, ku shteti duhet të ketë gjithmonë jo më pak se 51% të aksioneve. Ndërkohë majoranca rrëzoi në blok 6 projektligje të opozitës, ku 2 ishin propozuar nga Ina Zhupa për trashëgimin kulturore dhe një ndryshim në ligjin e arsimit të lartë. 2 projektligje të tjera nga Jorida Tabaku për statusin e minatorit dhe akcizat,
dhe 2 projektligje nga grupi parlamentar i Partisë së Lirisë për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe analizat laboratorike të ndotësve në ushqim. Projektligjet morën vetëm 17 vota pro të opozitës në votimin në parim, pa mundur të kalonin në votimin nen për nen. Nga ana e maggjorancës, deputeti Erion Braçe abstenoi në 3 propozime të opozitës, ndryshe nga grupi i tij që votoi kundër. Partia Demokratike akuzon kompaninë Kajo për marrje të palishme të pronave private në Kodër Babru, duke i kaluar ato tek Ministria e Mbrojtjes pa transparencë. Banorët thonë se vetëm pak metra larg shtëpive po ndërtohet një fabrikë municionesh dhe njësi për demontimin e armëve, ndryshe nga aleja e ndërtimit që flet për tekstile. Partia Demokratike ka kërkuar hetim të menjëhershëm, pezullim të punimeve dhe rikthim të lishmërisë në zonë. Partia Demokratike akuzon kompaninë Kajo për grabitje të pronave private në Kodër Babru, pjesë e Bashkisë Kamës. Zëdhënësja për antikorrupsionin Genda Vengjeli, duke u referuar deklaratave të banorëve, tha se në atë zonë po ndodh një skandal i rëndë me pronën private. Sipas saj, pronat të njohura nga kadastra si pronë e familjes Dervishi janë kaluar te Ministria e Mbrojtjes për llogari të kompanisë Kajo, pa transparencë, pa sqarim publik dhe pa respekt për të drejtën kushtetuese të pronës. Sipas denoncuesve, vetëm 5 metra larg banesave të tyre po ndërtohet një fabrikë municionesh për demontimin e armëve, një aktivitet me rrezikshmëri të lartë që sipas standardeve të sigurisë kërkon të paktën një distancë prej 1.5 kilometrash nga banesat. Në tabelën informuese të lejes ndërtimit ka objektin ndërtim i fabrikës së tekstileve me 2 kate mbi tokë, zhvillues Kajo si përmarrës MSSC Grup SHPK, kompani këto, që nuk shquhen për vizionin e tyre drejt tekstileve, linove apo basmës, përkundrazi për tregtimin e armëve dhe municioneve të rënda ushtarake. Vangjeli tha se banorët përveç protestave të zhvilluara kanë depozituar edhe kallëzim penal. Ajo tha se nëse aty vërtet do ndërtohet fabrikë armësh dhe demontimi, siç banorët denoncojnë, atëherë kemi të bëjmë me një mashtrim të hapur publik dhe me fshehje të qëllimshme të natyrës reale të projektit. Kjo nuk është një çështje lokale, kjo është një provë e një modeli qeverisjeje që shkel pronën private, përdor institucionet e sigurisë për të friksuar qytetarët dhe vendos interesa të dyshimta mbi jetën e qytetarëve shqiptar. Askush nuk ka mandat për të grabitur pronën e qytetarëve. Vangjeli tha se Partia Demokratike qëndron në krah të qytetarëve dhe kërkon hetim të plotë dhe transparent, pezullim të menjëhershëm të punimeve dhe rikthim të ligjshmërisë. Numri i lartë i kryebashkiakëve në vënën akuzë ekspozon degradimin e pushtetit vendor, kështu shkruan rrjeti investigativ Birn. Në një listë gjatë kryebashkiakësh, kryesisht Partisë Socialiste janë në hetim, në gjykim apo të dënuar nga drejtësia gjatë viteve të fundit për korrupsion apo shpërdorim detyre, duke nxjerrë në pa dhe humbjen e besimit të qytetarëve tek qeverisja vendore. Birn raporton se kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj vijon të mbajtë de jure detyrën, ndonse prej një viti ndodhet në qelidhe në proces gjyqësor për akuza që lidhen me korrupsion dhe shpërdorim detyre, të cilat ai i mohon. Një përpjekje e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij u rrëzua nga gjykata kushtetuese, duke e lënë atë formalisht në krye të Bashkisë së Tiranës. Sipas Birn, rasti i Veliajt është pjesë e një vale më të gjerë hetime që kanë përfshirë pushtetin vendor në Shqipëri, që nga krijimi i strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, 28 kryetar aktual apo ish kryebashkiak janë marrë nën hetim, janë pandehur ose janë dënuar. Nga këta, 25 janë përfaqësues të Partisë Socialiste, ndërsa 4 i përkasin forcave opozitare. Ekspertë të shoqërisë civile, të cituar nga Birn, e lidhin këtë situatë me përqendrimin e pushtetit në nivel lokal, mungesën e mekanizmave efektiv të kontrollit dhe një kulturë klienteliste që favorizon interesa private. Sipas tyre, problematika është vërejtur veçanërisht në procedurat e tenderave publik, ku shpesh identifikohen mungesë gare reale, operator të njëjtë fitues apo oferta me flamuj të kuq. Një tjetër shqetësim, sipas ekspertëve, është funksionimi formal i këshillave bashkiak, të cilët në shumë raste miratojnë projektet e ekzekutivit vendor pa debat të thelluar dhe pa analizë të ndikimit për komunitetin. Gjithashtu, lejet e ndërtimit dhe administrimi i pronave publike konsiderohen fusha me risk të lartë për abuzim. Sipas vlerësimeve të ekspertëve për Birn, pasojat bien drejt për drejt mbi qytetarët përmes shërbimeve më pak cilësore, investimeve të orientuara nga interesa private dhe uljes së besimit tek institucionet vendore.
Megjithatë, theksohet se hetimet dhe proceset gjyqësore mund të shërbejnë si një provë funksionimi të drejtësisë dhe si një mundësi për rritjen e llogaridhënies në qeverisjen lokale. Mirë, si mëtej gjykata e posaçme e apelit ka rrëzuar kërkesën e ish-deputetit socialist Jurgis Çyrbja për shuarje të masës së sigurisë. Ai pretendon se ka shtruar dënimin e caktuar nga gjykata e posaçme dhe në datën 21 shkurt duhet të lërë qeverisë para burgimit të Durrësit. Ish-deputeti Çyrbja është deklaruar fajtor dhe është dënuar me 3 vite burgim për korrupsion në zgjedhje, për kraje të krimit dhe nxjerrjes së sekretit shtetëror. Në aplikim të gjykimit të shkurtuar, ai duhet të vuajë 2 vite burg. Altin Hajri është dënuar me 3 vjet burg, ndërsa Ahmet Masha u dënuar me 2.6 vite burg. Policia e Krujës ka zbuluar një arsenal armësh dhe 6 kg kanabis në banesën e Ylli Zallës në fshatin Zallë të Fushkrujës. Ylli Zalla është në kërkim që prej muajit nëntor. Gjatë kontrollit në ndërtesë u gjetën 3 armë zjarri, 24 kallëpe tritol, 11 granata dhe 6 kg kanabis, 9.000 fishek, 2 silenciator, një sasi lëndë plasës e gati për shpërthim të montuara me kapsol detonator, si dhe uniforma policie. Ndërkohë, gjatë kontrolleve pas këtij atentati në Rinës, ku Ylli Zalla është dyshuar si bashkëpunëtor që ka siguruar armët, ju gjet një tjetër arsenal armësh. Megjithatë, ekspertiza nuk e lidhi arsenalin e gjetur me ngjarjen. Hetimet po vijojnë për dokumentimin e plot të ngjarjes dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Për shkak të prurjeve të shumta nga rreshtet, shkarkimet intensive vijojnë nga 3 hidrocentralet më të mëdhenj të vendit. Prej 3 ditësh nga heci i Fierzës shkarkohen 1000 m3 në sekond, nga Komani 800 m3 dhe nga Vau i Dejës 800 m3. Ndërkohë, rreshtet intensive që vijojnë në territorin që përshkon kaskadën e Drinit pritet të rrisin edhe më tej prurjet në 3 basenet ujëmbledhëse më të mëdhenj të vendit. Aksi rrugor Maliq-Lozhan-Strelç, i cili është përuruar pak muaj më parë dhe ka kushtuar 1.4 miliard lek, ka pësuar çarje dhe dëmtime sërish në trupin e rrugës. Përsëritja e dëmtimeve në një segment të ri rrugor ngre pikpyetje serioze mbi standardet e ndërtimit dhe kontrollin teknik të punimeve të realizuara nga kompania Gjikuria. Problemet në aksin rrugor Maliq-Lozhan-Strelç vijojnë ende, ndërsa rrëshqitjet e dherave dhe dëmtimet në trupin e rrugës mbeten shqetësuese. Segmenti i ri ka pësuar çarje anësore, duke ngritur edhe një herë pikpyetje mbi sigurinë dhe cilësinë e punimeve në infrastrukturën rrugore. Siç shihet edhe nga pamjet, dallohet qartë se rruga është dëmtuar ndjeshëm në disa pjesë, ndërsa anësoret kanë pësuar rrëshqitje, duke krijuar rrezik potencial për qarkullimin e mjeteve. Situata paraqitet problematike, veçanërisht për drejtuesit e automjeteve që e përshkojnë të segment çdo ditë. Ky aks lidh zonën e Maliqit me zonat e Lozhanit dhe Strelcës dhe shërben si një lidhse me Gramshin. Përsëritja e dëmtimeve në një segment të ri rrugor ngre pikpyetje serioze mbi standardet e ndërtimit dhe kontrollin teknik të punimeve të realizuara. Kujtojmë edhe një herë se rikonstruksioni i kësaj rruge u realizua me fondin e Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës me një vlerë prej rreth 1.4 miliard lek. Aksi rrugor Vllahin-Poçem që lidh Fierin dhe Mallakastrën me lumin e Vlorës ka pësuar shëmbje dhe rrëshqitje të konsiderueshme në të gjithë gjatësinë e tij. Një investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ky aks është përuruar në korrik të 2024-s, duke ngritur pikpyetje të mëdha mbi cilësinë e punimeve dhe mirëmbajtjen e tij pas hapjes së qarkullimit. Skandalet me prishjen e rrugëve vetëm pak kohë pas përurimit të tyre po thellohen dita ditës, kur rasti më i fundit është shënuar në aksin Vllahin-Poçem. Si të shihet edhe përmes këtyre pamjeve, aksi Vllahin-Poçem që lidh Fierin e Mallakastrën me lumin e Vlorës ka pësuar shembje dhe rrëshqitje të konsiderueshme në të gjithë gjatësinë e tij, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Aksi Vllahin-Poçem u përurua në korrik të vitit 2024, duke u konsideruar nga qeveria shqiptare një
investim domethënës që do të ndihmonte industrinë e naftës, por edhe duke i hapur një front të ri zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit në një zonë ku gjenden edhe 3 parqet e rëndësishme arkeologjike, Bylis, Amantia dhe Apolonia. Aksi Vllahin-Poçem është investim i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ku shembjet në të ngren pikpyetje të mëdha mbi cilësinë e punimeve dhe mirëmbajtjen pas prurimit. Rruga kombëtare Librasht-Pogradec ka pësuar sërish dëmtime, këtë herë në vendin e quajtur Arat e Gurës, për pasojë qarkullimi po kryhet vetëm në një sens. Sipas autoritetit rrugor shqiptar, çarjet e vjetra dhe të reja që ishin shfaqur në këtë zonë janë thelluar akoma dhe më shumë, duke paraqitur një situatë të pasigurt për përdoruesit e rrugës. Rrëshqitjet në rrugën kombëtare Librasht-Pogradec janë rikthyer sërish pas rreshjeve të shiut që përfshin vendin. Këtë herë shembjet janë konstatuar në vendin e quajtur Arrat e Gurrës dhe sipas autoritetit të rrugor shqiptar, çarjet e vjetra dhe të reja që ishin shfaqur në këtë zonë janë thelluar akoma më shumë, duke paraqitur një situatë të pasigurt për përdoruesit e rrugës. Për pasojë, në vendin ku ndodhi rrëshqitja, policia ka kufizuar lëvizjen e automjeteve duke vendosur semafor për disiplinimin e trafikut. Aksi Librasht-Pogradec pësoi shembje edhe në janar të këtij viti tek thesat e Dragostunjës, si pasojë e punimeve që po kryhen në këtë zonë, duke paralizuar totalisht qarkullimin nga Juglindja drejt Tiranës apo Anasjellas. Si itinerar alternativ për udhëtarët u vendos aksi Maliq-Lozhan-Gramsh, i cili po ashtu ka shembje të shumta në të gjithë gjatësinë. Aksi rrugor Grekan-Shelg në Belsh ka pësuar dëmtime të shumta me rënien e rreshjeve të shiut, ku shëmbje dhe çarjet në trupin e rrugës kanë rritur ndjeshëm rrezikun për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës. Aksi Grekan-Shelg lidh bashkinë e Belshit me bashkinë e Cerrikut dhe punimet për ndërtimin e saj me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit kanë nisur në 2019 dhe kanë përfunduar në nëntor të vitit 2023. Rreshjet e shiut që përfshin vendin ditët e fundit kanë shkaktuar shembje dhe çarje të konsiderueshme në aksin Grekan-Shelg në Belsh. Shembjet dhe çarjet në trupin e rrugës kanë rritur ndjeshëm rrezikun për drejtuesit e mjeteve dhe banorët e zonës. Dëmtimet e shfaqura në këtë segment rrugor po përparojnë gradualisht, duke sinjalizuar një degradim të strukturës mbajtëse të rrugës. Çarjet e thelluara dhe rrëshqitjet anësore kanë krijuar paqëndrueshmëri në disa pika, çka mund të sjellë pasoja serioze nëse autoritetet përgjegjëse nuk ndërhyjnë në kohë. Përkeqësimi i mëtejshëm i gjendjes së rrugës rrezikon të izolojë banorët e disa fshatrave në Belsh, ndaj banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga strukturat përgjegjëse për të stabilizuar trupin e rrugës, për të forcuar bazamentin dhe për të shmangur një shembje të plotë të segmentit të dëmtuar. Aksi Grekan-Shelg lidh bashkinë Belsh me bashkinë Cerrik dhe punimet për ndërtimin e saj me financim të Fondit Shqiptar të Zhvillimit nisën në vitin 2019 dhe përfunduan në nëntor të vitit 2023. Dëmtimi i rrugës së fshatit Gramës si pasojë e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd gjatë kohës kur është ndërtuar autostrada Thuman-Kashar ngriti në protest banorët e 3 fshatrave të cilët kanë bllokuar qarkullimin në daljet e autostradës. Banorët thonë se rruga e Gramzës nuk ndërtohet qëllimisht që ata të kalojnë përmes autostradës dhe të paguajnë tarifën e traut. Pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Gramzës, autoritetet vendore në Thuman hodhën çakull për të mbushur gropat e krijuara nga kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd. Për banorët e Gramzës dhe të disa fshatrave të tjerë të cilët u ngritën sërish në protest, mbushja e gropave është një masë provizore, ku me nisjen e shirave në të gjithë gjatësinë e rrugës u krijuan pellgje të mëdha me ujë. Përpasoj, banorët bllokuan qarkullimin në një nga daljet e autostradës Thuman-Kashar. Janë 3 fshatra që kalojnë edhe një segment kryesor apo një arterie kryesore mas bëmjes autostradës re, Thuman-Kashar, kalon gjithë veriu Shqipërisë. Dhe një arsye e shkatrimit kësaj rruge ka qenë poja autostradë ku kamionat, minerte, kanë kalu krejt kësaj autostradë është bën me inertit që kanë kalu nëpërmjet kësaj rruge. Para se u bante autostrada, kjo rrugë ka qenë e kalueshme dhe ka qenë asfalt. Të shtorët sama për rruga, zgjedhën se nga do t'i kalojnë trollat ata të gjejnë ata. Protestës së banorëve ju bashkua edhe aktivisti Aulon Kalaja, i cili thotë se për këtë rrugë nevojitet shtrim me asfalt, ndaj bën thirrje autoritetit rrugor shqiptar të marrë masa për ndërtimin e saj.
edhe këta menojnë që me çakull do ta zgjidhin këtë punë. Po ja u garantoj që sa herë bjerë shiu radhës, çakulli shpërndahet edhe nuk është zgjidhje çakulli. Duhet asfalt dhe asfalt mbi 25 cm. Duhet rruga që tjetë me standardet europiane. Janë vetëm 500 metra rrugë. Vargu kamionave që kalon këtu, janë mjetet tonazhit të rënd, kalojnë mbi 2000 trailer ditë që dalin nga rruga që nuk e konsumojnë, dalin këtu dhe ja u ka borx fshati Gramzës, kjo është rrugë fshati. Rruga e Gramzës është dëmtuar nga kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd gjatë kohës kur u ndërtua autostrada Thuman-Kashar. Banorët thonë se rruga e Gramzës nuk ndërtohet qëllimisht që ata të kalojnë përmes autostradës dhe të paguajnë tarifën e traut. Bëjmë tani një tjetër shkëputje publicitare, kthehemi pas pak.